Sot kemi me diskutu një temë që po besoj në mas shumë t'ju intereson personave që punojnë në sektorin e edukimit. Kisha me thonë specifikisht ma shumë ju intereson mësuseve edhe njerëzve që janë në kontakt direkt me fëmijë, për shkak se kemi me diskutu pak temën e normalizimit edhe punën e disiplinës në klasë edhe qysh ajo e ndikon përgjithësi dinamikën e klasës. Para se me fillu me ndoa në përpika në çfarë perspektiva e diskutojmë, kisha dorë që me përmend që si dikush që punon në këtë lëmi, në biseda edhe të përditshme me njerëz që ndoshta nuk kanë lidhje me edukim, gjithmonë ekziston ajo pyetja, krejt këto që po më tregon janë tepër interesant, po kush janë që ata grupi fëmijëve që për një me i përmbahen qësaj lloj të strukturës, për shkak që struktura brenda në klasë e ka ato të vetën dhe mundet me qenë e vështirë, mundet me u perceptu si e vështirë. Edhe si pyetje është shumë interesante edhe po më vjen mirë që kemi me diskutu sot, për shkak që informatat që na i kemi marrë dhe e kemi plan me i diskutu janë shumë të vlefshme edhe për edukatorët, po edhe për njerëz që veç ju intereson si temë. Diçka që është shumë specifike për klasë Montessori, cilat i kemi diskutu na përpara, është që klasa është e ndame, në fakt moshat janë të përzime, edhe klasa është e ndame diku 1/3 e fëmijëve, për shembull nëse marrim klasën e moshave 3-6, 1/3 e fëmijëve është mosha 3-4, 1/3 4-5 dhe 1/3 5-6. Edhe kjo vlen për arsye se këto grup mosha e ndihmojnë njëra tjetrën në këtë procesin e normalizimit që quhet në Montessori. Procesi i normalizimit, emrin e ka pak çuditshëm, po nuk është që fëmijët kanë më bon thojza normal, se kish me qenë gabim nëse e thojmë ashtu, po procesi normalizimit do me thonë që fëmijët e mrin në mënyrë të natyrshme zhvillimin e tyre edhe ju japet hapësina e caktume që ata me mri këtë nivel të zhvillimit. Për shembull, nëse flasim për moshat 3-4, ata janë zakonisht normalisht veçlit e klasës edhe kur vinë në klasë për herë të parë, sado që njerëzit e rritur, mësuesat do të rrëfys në klasë mundohen me i adaptu, ata adaptimin më të lehtë e bojnë nëpërmjet komunikimit me fëmijët që janë aty më të mëdhej. Mandena klasa numri i fëmijëve 4 mosha e fëmijëve 4-5, ata madje luajnë rolin e tyre në klasë, ata janë në mes, e marrin një farë balanci në mes të grupit të fëmijëve pak më të veçët edhe grupit pak më të madh, për shkak se ata janë atë procesin e mësimit edhe të kuptimit të rregullave të klasës, edhe mandej mosha 5-6 gjithmonë është aty për me e ndihmu fëmijët me ju përmbajt atyve rregullave të klasës edhe çështën rrjedhimisht kalojnë në procesin e normalizimit. Si koncept e përmend edhe ti është pak i çuditshëm, pak lan me kuptu shumë gjana. Në trajnim kur e kemi folë është një prej temave më të rëndësishme që e bën një edukator ose një udhërofys Montessori, për shkak që si koncept është një sfidë në vete. Po flas prej eksperiencës personale, po edhe prej observimeve që më ka ndodhur me i pa, është që procesi i normalizimit, do me thonë krejt që ajo periudha derisa arrihet një stabilitet brenda në klasë edhe mundsohen me u kry krejt proceset e përfshime ose të planifikume për një klasë të caktume, është sfidë edhe për edukatorin edhe për fëmijët brenda klasës. Edhe për prind mas në shtëpi, se është problematike, është sfidë me ardhur fëmia dhe ndoshta nuk mos me qenë në atë disponimin ose në fazën që ti kishe pas dëshirë me pa, ose ndoshta e ka një sfidë në vete, ka një shqetësim, krejt si proces është kompleks për të 3 palët. Për eksperiencës teme kështu personale me adaptim të klasave të ndryshme edhe neve që na ka ra njerë me fillu me njënën me lokacionin e parë që e kemi në lagjën e Mshirë edhe mandej këtu kur kemi dalë në Marigona Hill, gjithmonë ekziston një frikë se a kemi me mujt me menaxhu klasën, për arsye se fëmijët vinë në mënyrë sporadike, nuk është që është për shembull ta zojmë sikur në shtetet që janë
Në Evropë fëmijët fillojnë shtator shkollën, edhe në shtator vinë krejt fëmijët e ri, edhe edhim prafërsisht gjatë vitit sa fëmijë kanë me qenë, edhe i menaxhon çata. Mirë po te na funksionon pak ma ndryshe për shkak se fëmijët fillojnë me ardhë në shtator, edhe madje na prej shtatorit në mënyrë sporadike vinë gjatë vitit, edhe gjithmonë që vjen një fëmijë i ri, krijohet një farë lloj disbalance në klasë, që është normale edhe është shumë e mirëpritur prej anës tonë, për arsye se edhe fëmijët që janë në klasë, që kanë kalu në për procesin e normalizimit, sa herë që vjen një fëmijë i ri, ata sfidohen me faktin që tash duhet me u adaptu ose me ndihmu që ati fëmije me u adaptu, edhe kjo sfid, në thojza, i ndihmon aty me mri që atë procesin e normalizimit edhe me cementu një farë dore ato që e din. Gjithmonë me edukatorët, diskutimi kryesor është sa fëmijë me një klasë, pse një numër i caktuar i fëmijëve, nuk po besoj që nëse bohen ma shumë se ta zojmë 15 fëmijë ka me qenë problem, qysh me menaxhu, mirë po na e dim edhe prej eksperiencës tonë, mirë po edhe prej trajnimit në Amerikë, që realisht në për shkolla Montessori taman që janë për shembull në për Amerikën dhe për shtete tjera që mund ka rami po, klasa ideale i ka 30 fëmijë. Po normalisht në një vend si kur Kosova, ky numër është shumë i madh, na mundohem me majt pak ma të ullt, për arsye se normalisht si menaxhimi i klasës është pak ma i lehtë. Mirë po idealja është për shembull mi pas 30 fëmijë me një klasë, për shkak se këto 3 grupe të fëmijëve, moshave caktume, i ndihmojnë njëra tjetrën në proces normalizimit. Menaxhimi i klasës është i vështirë, po është i bëshëm, pra na e kemi pas këto sa herë edhe diskutim, po edhe e kemi përjetu, edhe gjithashtu sa i bukur është procesi kur fëmijët veç normalizohen, edhe mandi klasa pak a shumë funksionon. Mos them në mënyrë autonome, po gati thujase në mënyrë autonome. Para se me vazhdu në perspektivën e edukatorit, po du me fol pak për ato që ti e përmende tek perspektiva e fëmis. Do me thonë që kjo lëvizja dhe dinamika që ekziston në një shkollë Montessori, për shkak që regjistrimet janë gjithmonë të përhershme ose lëvizjet brenda klasave vazhdojnë me qenë për gjatë vitit, ndonjëherë prej jashtë, ndonjëherë prej brenda shkollës për shkak të moshave që i kanë fëmijët, edhe fëmijët lëvizin prej klasës në 3, në 3-6 non-stop, varësisht prej zhvillimit tyne. Mendoj që është ajo që na e kemi përmend disa herë në për epizoda dhe në për jetën e përditshme, është që në jetë kur nuk mundesh me ditë kur ka me qenë një proces që ti nuk ki me qenë, në thojza të thëmë rahat, po ki me qenë tu e përjetu ose tu e ekzekutu një veprim për me e normalizu një gjendje ose për me mbri një caktum. Po sfidat e lëvizshmërisë janë në fakt shumë të mira, se të shtin pak me njohë vetën. Edhe fëmijët kalojnë në për qatë proces. Pa diskutim që një fëmijë që ka qenë të klasa 1-3, kur kalon të klasa 3-6, me njëherë sfidohet me faktin që për njëherë një numër shumë i madh i fëmijëve i përcjell rregullat pa asnjë diskutim. Qysh me thonë ata janë fëmijë të cilët i din rregullat e klasës, kuptohet për shembull nëse na e përdorim e shtrojmë tepihun në cilin punojmë, ajo është hapësira punuese dhe aty nuk mundet me shkel një fëmijë me kpuca për shembull ose me pandufe. Edhe fëmijët e kuptojnë këtë janë shumë mirë, po një fëmijë që sa ka ardhur në klasë nuk e kupton këtë si rregull, edhe as nuk na vjen ç'më thonë neve rendi mi thon fëmijë se fëmijë që janë aty rreth rrotës ose çaj fëmia vetë që është të punu mbi çat tepej i thot këtu nuk mundesh me shkel se këtu jam të punu one dhe ja spjegon mirë bot qartë edhe fëmia më mandi nuk e përsërit këtë me thonë thojza gabim. Se nuk është gabim, po veç është proces i mësimit. Plus për fëmijën e vogël është prapë e vështirë për shkak që po vjen prej një klase që ka qenë më i madh në klasë, tash është më i vogël. Është më i vogël, po. Diçka shumë e rëndësishme edhe që ka ndihmon shumë në procesin e normalizimit klasës është kur i kemi grupin e moshës 5-6, të cilët e kuptoj që njerëzit gjithmonë kanë tendenca me mendu, sidomos prindrit me mendu që okay, tash i ka bu 5 vjet, tash me çojmë parashkollor. Dhe ky koncepti i parashkollorit është në Kosovë shkojnë në shkolla tradicionale dhe koncepti parashkollorit është fillimi i diçkafit. Mirë po për neve, koncepti parashkollorit është mbarimi i një programi. Programi 3 deri në 6 vjet është programi plot vetëm atëherë nëse përfundohet deri në moshën 6 vjeçare. Nëse lihet në gjys, nuk i japet fëmijës që kjo hapësira me qenë lider. Mosha 5-6 është shumë e rëndësishme se fëmia normalizohet plotësisht vetëm atëherë kur e ka
lirin me qenë lider i klasës. Kur i ndajmë klasë, e moshave 3-6, gjithmonë mundohemi që me i përshtat fëmijët me një klasë të cilët janë karakteret ndryshme, po 3 sene kryesore. Para është e rëndësishme me qenë një pas mix të moshës, që e spjegova me të ndame në një të tretën moshat të ndryshme. E dyta është me pas gjenia me qenë sa ma mos me qenë për shembull shumë djemë në një klasë, se shumë qika në një klasë, mirë është me pasi 50-50 qika dhe djemë. Edhe mandej e fundit është si mbas potencialit që e kanë për me qenë lider të klasës. Disa fëmijë e kanë për shembull anën e gjuhës shumë më të fortë, nëse i ki shumë fëmijë me një klasë që e kanë anën e gjuhës të fortë, nuk ndihmon te pjesa e matematikës, nëse i ki disa fëmijë që shumë janë të mirë matematikë, nuk ndihmon te ana e gjuhës, se na presim që fëmijët të moshave 5-6 i marrin përgjegjësitë e klasës, edhe në përgjegjësitë klasës aty hen edhe gjithmonë për me i ndihmu fëmijëve të vegjël më normalizu, ata me mësu prej njëri tjetrit. Kështu që nëse e marrim gjysën e fëmijëve moshave 5-6 që janë të mirë në aspektin e gjuhës dhe gjysa të mirë në aspektin e matematikës, mandeja e ndihmon procesin e përgjithshëm të zhvillimit të klasës. Do me thonë ti veç e përmende që fëmijët që janë gati për me shku në klasë parë ose fëmijët e moshave 5-6 e luajnë rolin e që ati udhërëfysit brenda në klasë, po tash po du me undalë të udhërëfysit e vërtet, të thomën thojza, që janë edukatorët mbranda në klasë. Procesi normalizimit është gjithmonë sfidues, po flas prej eksperiencës personale, çdo vit na kemi me kalu në për procesin e normalizimit, edhe ai ka me u arrit. Po mendoj që ja vlen me diskutua dhe me përmend për shkak që është shumë i vështirë, është sfidues, na si pjesë e komunitetit të edukimit, gjithmonë kemi dëshirë më të mirën që është për fëmijët edhe dojmë ato sa më shpejt që është e mundun. Mirë po besoj që në procesin e normalizimit shumë është e rëndësishëm durimi. Do me thonë, jo gjithmonë sendet kanë më shku qashtu që ke planifiku, fëmijët janë qenja që të surprizojnë non-stop edhe në qatë mënyrë na mundohemi me u përshtat edhe me gjetë një rrugdalje që është ma e duhura për qëtë proces. Me pas një shkop magjik, normalizojmë klasën me një shkop magjik, po këta janë fëmijë, këta janë karaktere që janë në zhvillim, janë pjesën më të ndihshme zhvillimit edhe normalisht nuk kishim qenë Nido Montessori nëse nuk ja kishim jap hapësinë secilit fëmijë me gjetë veten brenda klasës, edhe mendoj që kjo është diçka që edhe na dallon shumë për shkak se fëmijët për një me kanë lirinë e plotë me gjetë veten brenda klasës edhe me njoft veten deri në pikën kur mandena fillojnë me kontribu në klasë. Mendoj që për një klasë të re që ka shumë fëmijë të cilët vinë për një herë, procesi normalizimit për eksperiencës tonë zgjatë dikun 3-4 muaj. Mirë po nëse një fëmijë vjen i ri në një klasë normalizuar, procesi normalizimit zgjatë ndoshta 1 muaj maksimum. Fëmijë të cilët e kanë eksperiencën e parë me shkollë, që vinë për herë të parë, që regjistrohen për herë të parë, mundën me pas pak të vështirë fillimin, ndoshta javën e parë, po mandej kemi për eksperiencës tonë edhe nëse qajnë pak të dera në momentin që hinë mrenda e din ku e kanë vendin, çka kanë me bo në klasë, çka pritet prej tyne edhe e marrin përgjegjësinë kështu pa asnjë problem. Unë me prindë kam këtë diskutim, sa herë ndodh që kjo procesi adaptimit, për thëmë, në një klasë të re, është shumë e rëndësi për fëmijën me përjetu qatë kohë. Është e rëndësishme me to edhe ndoshta me refuzu, edhe me pa çka po ndodh në rast që ai po refuzon, e qysh po adaptohet krejt çajo periudhë, dhe mendoj që për secilin fëmijë që e përjeton këtë procesin e adaptimit brenda në klasë, masni ka me qenë shumë më e lehtë, me qenë stabile rrugtimi i tij deri në fund ose deri kur e përfundon komplet programin. Procesi normalizimit nuk është mujt me u bo nëse nuk ka disiplinë. Tash tema tjetër që është shumë e rëndësishme edhe besoj që për eksperiencës tonë mundesh me nda shumë, është pjesa e disiplinës edhe çka ose qysh e sheh Montessori disiplinën në klasë. Na i tutemi pak fjalës disiplinë, për shkak se me disiplinu një fëmijë për shumë njerëz do me thonë gjana ndryshme kanë njerë edhe qasjet vrazhda, po që te na realisht është komplet e kundërta, na gjithmonë mundohemi me implementu disiplinën pozitive. Mirë po çka është që kjo disiplina pozitive dhe pse besoj që
duhet me ja kushtu kështu një epizod caktum veç disiplinës pozitive, mirë po disiplina në Montessori është kur ka liri, që fëmija me njoft vetën, mirë po mrena kufeve shumë të qartë edhe shumë të argumentum. Po, në qoftë se nuk jemi ngjendje me argumentu një fëmis një limit, është e paqartë për ta dhe krijon konfuzitet. Do me thonë, si çështje, si temë është shumë kontraverse, për shkak që njerëzit i kanë dy pyetje kryesore. Një është ka shumë limite dhe është shumë e kufizuar dhe këta janë fëmijë, pse më u qit ka shumë limite, ose e dyta është çka që janë të lirë ata mundin me bëj çka të dojnë. Domethënë janë dy botkuptime ekstreme që Montessori është dikun te mesi. Po flas për eksperiencës personale, po flas edhe prej observimeve që i kom pas brenda në klasë që kjo është komplet e vërtet, për shkak që secili fëmijë ka me kuptu pse diçka bën ose nuk bën, qoftë se ti ke me ditë me argumentu. E si i madh ata gjithmonë kanë me të shiku ty çka po bën, normal tjetra është me udhëheq me shembull. Edhe fëmijët si qenjen, na kemi folë disa herë që janë shumë absorbues në ato që e shohin, edhe krejt sjelljen që ata e shohin kanë me modelu. Diçka ndoshta shumë e rëndësishme me cek është që na sa herë që një prind na thot diçka për fëmijën e vet që ka pas një keq kuptim ose diçka ka ndodhur në klasë, gjithmonë na sugjerojnë është mirë mi thonë, me folë, me bisedu me ta e kështu, mirë po qysh me thonë për neve është diçka e ditme, nuk është që për eksperiencës tonë nuk mundesh mi thonë një fëmis unë po them çështo. Ai se kupton ato si koncept. Okej, mirë që pethu ti, po tash edhe unë po them diçka. Do thonë edhe fëmia thot diçka dhe ta argumenton mrapa. Nuk janë fëmijët njerëz të cilët nëse i thu diçka unë po them çështo dhe ai e merr si till. Të paktën një fëmijë në një Montessori. Nuk ka shansa, nëse një fëmijë si thu diçka ai ta jep argumentin e vet. Mandej ti dush me argumentu me ta mrapa dhe gjithmonë është bashkë bisedim. Nuk ka asnjë situatë, as në shpërthime emocionale, as në për probleme, as në tantrume, kur na nuk ulemi me diskutu me fëmijë sakt çka ka ndodhur. Se në momentin që ulesh edhe i argumenton, e ndihmon fëmijën edhe në proces normalizimit, po e ndihmon edhe në përgjithësi ja tregon edhe punën e disiplinës. Ajo është një farë dore disciplinim i fëmijësve që nuk jetu përdor në metodat vrajshda si që janë përdor përpara. Ulesh argumenton, e kupton edhe pajtohet. Ka raste që s'pajtohet, që është shumë normal. Përveç asaj që ta dësha me përmend që e krijon hapësirën për me pas çaj fëmijë një mendim kritik, edhe me u mundu me argumentu mbrapa me ty. Do me thonë, përveç që ja zhvillon të folurit edhe stabilizimin emocional e gjithçka tjetër, ai ka me u mundu me mendu kritikisht çka me të kthy. Se nuk është që ata kanë me kthy diçka që nuk është e pa bazë ose e pa logjikshme. Edhe në këtë procesin e disiplinës pozitive i ndihmon fëmijëve pak edhe me i njoftë emocionet e veta edhe me i emërtu ato. E mendoj që edhe në qatë proces gjithashtu i ndihmon fëmijëve me qenë gjendje me argumentu edhe qysh ndjehen, edhe përpos që janë gjendje edhe me ta spjegu situatën që ka ndodhur, ata janë gjendje edhe me tregu sakt qysh ndjehen, edhe që kjo gjithashtu ndihmon në qëtë procesin e normalizimit në përgjithësi. Sado që është sfiduese për fëmijë edhe për edukator, është sfiduese shumë edhe për prindrit. Procesi i normalizimit është një prej proceseve që kërkon mas shumë takime me prindër, biseda, emaila, biseda të ndryshme për brenda klasës ose jashtë, është me mundu me ja u spjegu prindve çysh shkon ky proces edhe sa ka me zgjatë, për shkak që normal si na që dojmë ma të mirën për fëmijët në shkollën tonë, prindët dojnë edhe një herë ma të mirën për fëmijët e tyne, edhe procesi me prind është mas nej diçka në veti. Po, diçka që është mirë mu cek, është që pa kalu procesin normalizimit, fëmijët nuk munden me imri kërkesat e prindve. Kërkesat e prindve zakonisht janë, ka me shku në klasë të parë, është mirë mi ditë shkronjat, ka me shku në klasë të parë, mirë mi ditë numrat. Në qoftë se fëmija nuk ka kalu në për procesin e normalizimit, këto vinë rand dytë, se thjesht ata nuk e kanë as qysh me thonë disiplinën e mrenshme, as dëshiren, as nuk e kanë mundësin mu ullë dhe me punu kur klasa nuk është e normalizume. Po çka kisha pas qef me fol pak, është qysh do këtë klasa normalizume, se na e kemi eksperiencë me një klasë që është normalizume, edhe mendoj që prej eksperiencës personale e dim që kur një klasë është normalizume, qetësia është
një fardore absolute. Nuk ka asnjë fëmijë nuk e pengon fëmijën tjetër. Gjithmonë fëmijët e dinë që janë në një pikë ku janë tu i përdor materialet, janë tu mësu një sen caktuar, edhe ata me presin me kry për shembull rrethin, që ato kohën e leximit edhe mandej mu që me shku edhe me punu diçka. Edhe në asnjë situatë nuk e pengojnë njëri tjetrin. Diçka që është përmend në trajnim, sa herë kemi fol, është diçka shumë karakteristike për klasat Montessori, për shkak që ti kur the qetësia është absolute, dikush mund të mendu që është ajo thania e vjetër, njihet miza, në një klasë Montessori nuk ndihet miza, mirëpo secili fëmijë është i fokusuar që ato çka e bën, edhe nëse ka një tendencë të zhurmës, për shkak që na kemi folë disa herë dhe na kanë treguar edhe trajnerët që janë ardhur prej asociacionit Montessori, që klasa Montessori e ka një nuancë të zhurmës në vete. Për shkak që një fëmijë që është tu e përjetu edhe është tu kënaq edhe është tu e ndjej që ato që është tu e mësu, e ka tendencën edhe me fol pak edhe me qenë tu bashkë bisedu me tjetrin, për shkak se jo gjithmonë fëmijët janë tu punu veç vetë. Në shumë raste ata janë tu punu me dikon tjetër, edhe dikon afër është tu punu dikush ndoshta vet, edhe as njëri as tjetri nuk e pengon njëri tjetrin, edhe pse ndihet tu fol krejt diçka tjetër. Me një klasë normalizume kur fëmijët punojnë edhe kryjnë procesin e punës, na i kemi mandej që janë shumë specifike, mendoj këto lojë janë shumë specifike në shkollat Montessori, sidomos në nido, na mundohemi që me i shpërbly në thojza, me disa lojë të cilat janë të qeta, edhe e përmbyll qysh me thonë klasën, sikur ose kohën e punës me një farë lloj shpërblimi që ata mandena e kuptojnë që ajo ditë ka qenë shumë produktive. Mendoj që to lojë që luhen në fund ditës janë për një me ato që ja japin fëmijëve pak ndjenjen e që kanë mrit diçka gjatë ditës dhe kanë punu dhe kanë kontribu qysh me thonë për klasë. Kështu që për me përmbledh, po besoj që ja vlen me i thonë disa gjëra që është në rregull nëse fëmia jot po hen tu qajt në shkollë, është krejt në rregull nëse si edukatori ki klasën pak të zhurmshme, pak fëmijë që refuzojnë, edhe është në rregull nëse nuk po ndodhin gjëra qysh ti ke planifiku, për shkak që çdo sen që ti e bën sot, nesër, mas një jave, mas një muaji ka me u shpërbly me diçka shumë të bukur, që është puna që na e bojmë çdo ditë, kështu që mendoj që çaj durim edhe çajo punë edhe përkushtimi i përditshëm shihet si rezultat në fund të çdo procesi që të cilit i përkushtohesh.